أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. Ebu Gatfan ibn Tarifi el-Muri e kam dëgjuar Ibn Abbasin radiallahu anhu duke thënë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjeroi ditën e Ashurës dhe i urdhëroi njerëzit që ta agjerojnë këtë ditë, i thamë: O i dërguar i Allahut, këtë ditë e mëdhenj që futet te krishterët. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, në vitin e ardhshëm do ta agjerojmë edhe ditën e 9. Mirë, ndërkohë vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi pjesës më të madhe të muajit Muharram. Ebu Hurajra radiallahu anhu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, agjerimi më i mirë pas muajit Ramazanit është agjerimi muajit të Allahut Muharram, kurse namazi më i mirë pas farzit është namazi i natës. Pika e 4. Agjerimi i pjesës më të madhe të muajit Shaban. Aisha radiallahu anhu thot, kur nuk e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke plotësuar një muaj me agjerim përveç muajit Ramazanit, kurse në asnjë muaj tjetër nuk e kam parë duke agjeruar më shumë se në muajin Shaban. Pika e 5 dhe e fundit, agjerimi i ditës së hënte të hete. Usam ibn Zeidi radiallahu anhu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjeronte ditën e hënte të hete. E pyetën ata pse agjeron këtë ditë, u përgjigj, sepse veprat e robërve të ngrihen ditën e hënë dhe të hete. Ky është programi i Ramazanit. Wa idha kunna nastami'u lahu wa nasitu ila lakum turhamun walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.